Normalisht do të fillu në orën 11 fix, por me pak vonesë duke pritë se ka akoma njerëz cilët ndoshta edhe për shkak të ditës diel që është pushim, e marrin pak më me qetësi. Atëherë pa humbur kohë, fillojmë një prezantim të shkurtër për atë që ne kemi qytë spontanisht Vrap Lale. Si lindi Vrap Lale dhe çfarë bën Vrap Lale? Vrap Lale ka lind para diku 3-4 vitesh, pas pandemie, nga një grup i vogël shokësh, 3 persona, të cilët si fillim morën pjesë në maratonën e Tiranës të atij viti, dhe u lindi ideja dhe dëshira e madhe për të afruar sa më tepër njerëz në sportin aq të bukur të vrapimit. Rrugës ideja mori ngjyra të tjera, fillum që të merreshim edhe me sporte të tjera në natyrë, siç është hikingu, pra ecja në natyrë, në male, apo edhe veprimtari të tjera, sikurse janë volejbolli, ciklizmi, por kryesisht Vrap Lale është fokusuar në aktivitetin e vrapimit. E tjerë duhet të mbajmë edhe trupin. Unë që flas, ndoshta nuk jam personi i duhur që duhet të flas për këtë, sepse kam keq trajtuar trupin për një kohë shumë gjatë, kam qenë shumë i shëndosh, por si thon asaj, më mirë vonë se kur. Pra bëra një kthesë në jetën time, fillova që të merrem me aktivitet fizik, humba peshë edhe nuk jam ndarë aktivitetit fizik prej asaj kohe. Për gjithë asaj përvoje që unë kam hequr në përditshmërinë time, në jetën time, në trupin tim, unë kam dashur që të jem edhe promotor i kësaj jete të shëndetshme që do të bëj secili prej nesh, e cila sikur përgjegjësi do të japë llogari për të. Nga pyetjet më të shpeshta që unë kam marrë para se sa të vinim te Panajiri Hallalli, përpara se sa të them këtë idenë, unë do ju kujtoj të gjithëve, nëse dikush nuk është akoma prezantuar me idenë e stres bollit, është një lojë brenda Panajirit, pra ky topi që ne kemi qytë antistres, sepse duke shtypur kështu në këtë formë, mundojmë që nervat tona t'i nxjerrim aty. Është në disa ngjyra, në bazë fortësisë është edhe ngjyra. Më i forti, Arjan, kush ishte më i forti? I ziu, bluja është më i forti. E zeza dhe kuqja ishte më e dobta. Ata që kanë nervat më pak problem, marrin atë topin më të butë. Nëse kjo është një shputje e shpejtë. Pyetja që kemi marrë më shpesh para se sa të vim të prezantohemi në Panajirin e sotëm, Halal Expo, ishte që ç'lidhje ka tani Vrap Lale, Hallalli, ku dëgjon, çfarë nga tarroni. Ka një perceptim gabum tek njerëzit që e lidhin halallin vetëm me ushqimin. Ndërkohë që nuk është kështu. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "El halalu bayyin wal haramu bayyin, wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuha kathirun min an-nas." Halali është i qartë edhe harami është i qartë, por në mes tyre ka shumë gjëra që janë të paqarta për shumicën e njerëzve, për një pjesë të njerëzve. Pra nuk thotë që janë të qarta, por shumë prej njerëzve si kuptojnë mirë. Ku lidhet sporti me halalin ose haramin? Unë e theka pak më herët që të merresh me aktivitet fizik në fenë islame, pra atë që neve të paktën kemi përqafuar të gjithë, përveç se është qyr, po është edhe nxitëse për të kryer aktivitete fizike. Në ideja e halalit dhe haramit, këtë desha të sqaroja pak a shumë, është që nuk është e fokusuar vetëm tek ushqimi. Patjetër që ne në konceptin ose në kuptimin e ngushtë gjës e kuptojmë halalin dhe haramin tek ajo që ham, kryesisht tek mishi e tjerë. Por edhe nga panelet që janë zhvilluar gjatë këtij panajiri, kaq të bukur, edhe domethënës, unë gjej rastin të falenderoj organizatorin, nuk e di ku është Fabi këtu, po e falenderoj nga zemra që ka bërë një event kaq të bukur, edhe domethënës për ne si komunitet. Hoxhallarët nderuar kanë shtjelluar dhe kanë folur shumë qartë dhe bukur për konceptin e halallit. Do ju ftoj që gjithë
lexojmë edhe të lumtojmë më tepër në këtë drejtim, sepse është shumë e rëndësishme që ne si musliman kemi disa korniza, disa konture të cilat neve duhet të përmbahemi në jetën tonë. Pra, siç kemi këto gjëra të lejuara, kemi edhe gjëra të cilat ne nuk i konsumojmë ose nuk i përdorim. Por, e theksoj edhe një herë, nuk është koncepti halalit dhe haramit në Islam i kufizuar vetëm tek ushqimi. Pra, kemi edhe mënyrën e jetesës haram apo halal. Prej sporteve të ndaluara janë dhe ato sporte të cilat promovojnë dhunën ekstreme, vrasjen ose goditjen në fytyrë. Gjitha këto bëjnë pjesë tek ato sporte të cilat fetarisht nuk janë të lejuara. Patjetër që janë sporte me të cilat njerëzit boksi apo mundja apo tjera sporte po themi trup me trup janë të gazduara, të mirëpritura, domethënë të mësohen, por jo për tu keq përdorur. Është si rasti një thike që përdoret për të prerë bukën ose për të vrarë njeriu. Përdorimi i saj mund të jetë halal, mund të jetë edhe haram. Nuk do të zgjatem shumë në këto labirintet e kuptimeve fetare, por më takonte ta përmend sepse përpara panajirit shumë prej njerëzve më thoshin ç'ne vrap lale me halalin. Kjo ishte ideja. Për të vijuar pastaj për atë në cilën vrap lale merret ose aktivitetin ku e ka të shtrirë dhe çfarë bën. Vrap lale është, sikur se theka më herët, një organizim amatoresc mes grup moshash të ndryshme, domethënë 50, 55 edhe poshtë. Kemi domethënë më të rinj mes nesh mund të jenë se 3-14 vjeç. Nuk kemi dallime të moshave, të cilat bëhen pjesë të klubit tonë, sikurse nuk kemi dallime gjinore, për shkak se edhe femrat mund të marrin pjesë në plot aktivitete fizike, të cilat brenda kornizës asaj që thamë më herët, halalit dhe lejuarës, mund të bëhen pjesë e kompeticioneve tona. Ne kemi pas në garat tona, biles edhe garuese përmend Zamirën këtu me që e kam aty në fundi, që jo më pak ka bën 21 km në maratonën e parë, dhe ajo ka eksperienca shumë bukura me shëndetin. Pra, brenda kornizës së asaj që neve perceptojmë si halal dhe haram, neve ushtrojmë edhe aktivitete sportive. Në hiking marrin pjesë plot femra, domethënë, sikurse edhe vrap lale nuk është e kufizuar në ndasi, të themi, qofshin këto politike, fetare, krajinore, etj. Pra ne jemi të hapur për gjithë komunitetin. Nuk është se ky organizimi jon ka një karakter fetar, etnik apo politik. Pra mes nesh kemi demokrat, kemi edhe socialist, kemi ta që janë me Partizanin, kemi ta që janë me Tiranën, kemi nga Maqedonia, kemi nga Maqedonia e Veriut, kemi nga Kosova, kemi nga gjithë qytetet e Shqipërisë, Korça, Berati, Fieri, Tirana, Durrësi, këto qytete domethënë të cilët kur ne kryejmë aktivitete të rëndësishme brenda vendit, na bashkangjiten. Aktivitetet e vrap lale janë kryesisht ato të vrapimit. Eventi më i rëndësishëm ku ne marrim pjesë është maratona e Tiranës, e cila për ta sqaruar për një pjesë cilët nuk e njohin si event, është një event i organizuar nga Bashkia e Tiranës dhe ne i bashkangjitemi si çdo garues tjetër. Ai event mund të ketë diku 4.500 pjesëmarrës dhe ne me krenari kemi marrë pjesë aty në 3 vitet e fundit. Vitin e kaluar kemi qenë diku 150-170 vet, kurse vitin e fundit 2024 në tetor kemi qenë plot 300 vet. Dhe synojmë që pjesëmarrja në këtë aktivitet të rritet vit pas viti. Ky është njëri prej aktiviteteve më të rëndësishme të cilët neve promovojmë edhe marrim pjesë. Por ka dhe aktivitete të tjera gjatë vitit. Ju besoj keni broshurat që
marrë kohë më tepër, dhe aty mund shikoni edhe kalendarin e eventeve, disa prej eventeve, sepse evente në Shqipëri dhe në rajon ka edhe më tepër. Aty domethënë mund shikoni edhe kalendarin e eventeve dhe sipas dëshirës çdo kush mund na bashkohet në këto evente. Por jo vetëm, sepse ne po të na ndiqni në rrjetet sociale. Dhe unë ju sugjeroj që t'i nxirrni tani për një moment telefonat. Kush nuk e ka bërë follow në Instagram apo Facebook apo TikTok Vrap Lale, le ta bëj tani, sepse aty do të marrni në kohë reale edhe njoftime për evente të radhës. Kryesisht ato që vinë në mënyrë spontane për ndonjë hiking ose për ndonjë aktivitet tjetër. Pra, në rrjetet sociale ju na ndiqni edhe na shikoni për t'u informuar. Do të ndalem pak tek një gjë që unë e kam shumë për zemër. Vrap Lale, përveç aktivitetit fizik, ka shumë për zemër të merret edhe me kauzat ndryshme sociale. Dhe kauza me cilën Vrap Lale e ka lidhur zemrën e saj është ajo e autizmit. Ne në gara ku marrim pjesë, gjithmonë ngrejmë slogane dhe kërkojmë që t'i japim zë një fenomeni kaq delikat edhe problematik në shoqërinë tonë, siç është ajo e autizmit. Eventi kryesor ku ne promovojmë edhe ngrejmë zërin fort që t'i japim zë një kauze kaq delikate është Maratona e Tiranës. Sikur se thash, në maratonën e fundit të Tiranës kemi qenë diku 300 persona dhe kemi ngritur fort zërin që shoqëria të na dëgjojë, të na shikojë edhe të kthejë vëmendjen me gjithë kuptimin e saj tek kjo shtresë e cila është kaq e vuajtur, e marginalizuar edhe e keq kuptuar edhe që ka nevojë të dëgjohet edhe të kuptohet. Jo pa qëllim, kemi zgjedhë këtë kauzë dhe jemi bashkangjitur me shumë kënaqësi një qendre shumë simpatike, shumë domethënëse shumë të bukur me iniciativa teje kreative që është qendra Lumturou Dhimbjen. Nuk e di, besoj e keni parë këtu, por unë kam nderin sot që të ftoj edhe organizatoren edhe drejtuesen e kësaj qendre, Brigilda Muça, e cila do na thotë edhe sot disa fjalë për qendrën edhe për autizmin. Ndërkohë unë pi pak ujë se mos hapu shtyma. Faleminderit Besnik. Selam aleikum. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Falenderoj që jeni mbledhur sot për të dëgjuar dhe për të shprehur disa realitete që motivojnë dhe inspirojnë. Siç tha dhe Besniku që bëri një parantezë të fillesave të tyre, pra nisi me një dëshirë për të ndryshuar ose për të shërbyer fizikut individual, pra personal, dhe u bashkangjit duke u rritur dhe duke thirrur shumë të tjerë për të shërbyer pra trupit, shëndetit. Por gjëja më e bukur që vlen për të përmendur dhe për të lavdëruar është kur këto dëshira, nevoja individuale, personale, bëhen kauza. Dhe kjo është për të duar trokitur dhe për të marrë model, se si diçka që nuk i shkon ndoshta dikujt ndërmend, që nga një vrap të kthehesh në i bashkangjitës një misioni, siç është shërbimi apo sensibilizimi i spektrit të autizmit dhe pikërisht personave që janë adoleshent dhe të rinj me spektrin e autizmit. Sepse, për të treguar pak për realitetin e këtyre njerëzve, që Zoti ka sprovuar në këtë formë, shërbimet që marrin aktualisht personat apo fëmijët me spektrin e autizmit i marrin deri në moshën 12 vjeç. Pastaj ata vendosen në shtëpi dhe nuk marrin asnjë lloj shërbimi. Dhe duke qenë vetë një nën me një djalë me këtë problematik, unë e kam nisur pra rrugtimin tim 2018, ndoshta shumica për ju s'e dim, por
për desha ta kap në sensin që edhe pse Zoti na sprovon, na mundon për të arritur kënaqësinë e tij, për të arritur gradat e ai, ne nuk duhet jemi të izoluar me dhimbjen apo me sprovën tonë. Por duhet gjejmë mënyra dhe forma se si këtë të japim modelin tonë, se si e përballojmë, si e mendojmë, çfarë informacioni kemi për ta shpërndarë dhe për të kontribuar për grupin tjetër në shoqëri që ndoshta janë në një moment të dobësie dhe ne me modelin tonë mund të japim forcë dhe mbështetje. Kështu nis ma lumturo dhimbjen prej 5 vitesh dhe pastaj u hap qendra e cila ishte në një nevojë e jashtëzakonshme, duke pritur se shteti apo qendrat e tjera të mëparshme ta hapnin një qendër për shërbimin e adoleshentëve dhe të rinjve me spektrin e autizmit posaçërisht, sepse qendra me të gjitha aftësitë e kufizuara ka, por autizmi nuk e don që të përzihet me të tjerë, por duhet të marrë një shërbim të posaçëm vetëm për to, për shkak të llojit të problematikës që ka. Dhe kështu në 2023 u hap qendra Lumturo dhimbjen, e cila nisi me mbështetje të donatorëve. Dhe sepse kjo është shumë e rëndësishme, asgjë mund të kemi misione, qëllime, po nuk patëm dorën e njëri tjetrit, asgjë nuk rritet dhe nuk nis. Dhe filluam punën tonë duke e prezantuar qëllimin e qendrës dhe vizionin e saj dhe nevojën e këtyre të rinjve. Në këtë punë tonë, në shumë aktivitete, dalje mediatike e shumë me radhë, në afrohet grupi Vrap Lale, i cili ishte një në ato momente, ishte një grup që i shërbente shëndetit dhe e përqafoi misionin tonë dhe u bën një mbështetje kryesore për të vazhduar së bashku, për të ngritur zërin, për të sjellë në vëmendje të rinjt me spektrin e autizmit. Dhe Maratona e Tiranës aty kulmon ku u angazhuan totalisht për të mbështetur, siç e tha dhe Besniku pak më parë, por ajo që dua të them është sepse gjithsecili nga ne në një pozicion të ndryshëm në jetën e vet mund të bashkangjitet me kauza të ndryshme për t'i mbështetur ato. Ashtu siç ndodhi me grupin Vrap Lale, dhe ata na mbështetën, por nga mbështetja e tyre nuk erdhi vetëm sensibilizimi apo kënaqësia e kur të gjendet dikush pranë në pozicionin apo hallin që ke, por ajo solli dhe fillimin e terapisë për këta të rinj. Pra kjo është shumë për tu duar trokitur dhe për tu vlerësuar. Dhe ne se harrojmë kur si qendër këtë moment. Pra u bashkangjitën në këtë kaos, u bashkangjitën njerëz të cilët donin të ndihmonin, donin të mbështesnin e donin të sillnin në vëmendje këtë lloj qendre dhe këtë lloj të rinj. Këta të rinj kanë nevoja të jashtëzakonshme, familjarët e tyre kanë nevoja të jashtëzakonshme. Të mbështeten qoftë me një fjalë, qoftë me një përshëndetje, qoftë me një shikim, për të treguar se grupi Vrap Lale tashmë e ka bërë mision autizmin dhe prej 2 vitesh ne marrim pjesë pra në Maratonën e Tiranës dhe po të shikoni këta të rinj se sa të gëzuar dhe sa të lumtur janë. Vërtet Besniku tha në fillim vitin e parë morën pjesë 150 apo 300 tek i dyti, por kanë qenë vullnetar ose ata që nuk kanë paguar në bashki, po kanë ardhur për të na mbështetur dhe në ato mundësitë e tyre për të qenë pranë me ne dhe për na treguar që ne si jemi vetëm. Tjetër që më them, pra këta gjithsecili nga ne duhet motivohet për të mbështetur, jo vetëm autizmin, por gjithkënd që ka nevojë dhe e din me çfarë mundësish ka. Nuk është e thonë ti jesh i pasur apo të kesh mundësi financiare. Mbështetja shpirtërore është e para dhe pastaj vijnë të tjerat. Kështu që vizitojnë qendrën Lumturo dhimbjen,
ta ndjekin ato rrjetet sociale dhe pse jo, ata që janë biznese këtu edhe na ndjekin, të kontribojnë, e ta përkrahin, e ta ndihmojnë të qendër, sepse është e jona e të gjithëve dhe atë që bëjnë stafi i kësaj qendre kanë bërë atë që ne në gjuhën fetare e quajmë farz kifaje, kanë bërë një obligim që na kanë shkarkuar nga detyrimi të gjithë ne tjerëve dhe i kanë dalë pararoj edhe në ballë një problematike që ka një numër të madh shqetësimesh edhe problemesh. Lutë Allahun t'ju japi fuqi edhe durim në rrugën që keni nisur. Edhe neve që ju jeni bashkangjitur, edhe po e shpjegoj që ato atletet janë një numër që ne kemi zgjedhur kështu spontanisht, por ai që do jetë fituesi, qoftë ky femër, fëmijë apo një mashkull i cili nuk e ka numrin e këmbës aq, me kuponin fiskal që ka brenda kutis, mund shkoj tek dyqani Intersport tek Toptani edhe të ndryshoj brenda asaj vlere të marri një palë atlete ose një çfarë doje ai brenda asaj vlere, domethënë. Kjo është si parantezë sepse mund të fitoj dikush e thotë çfarë do bëjmë me këto atletët, pastaj si bëjnë si ashtu. Preferoj që këtë shorteun e sotëm ta fusi dorën aty dhe të zgjedhë më i vogli i panelit tonë. Kush është më i vogli këtu? Hajde t'i shohim mirë kush janë më të vegjël këtu. Ama kush është më i vogli? Ja, të vejo. Ajo më duket se është më e vogla. Hajde pak të çaj fal. Hajde. Kush është? Pas kemi një tjetër. Hajde. Hajde. Si kemi të çaj? Elahana. Si? Elahana. Mashallah, sa jemi të bukur çfarë. Faleminderit. Çka ka ti? Grup të 3. Kopësh. Viti fundit. Hajde të Mirë, me që sollëm Elhamën, po ja besoj masaj këtë mision të vështirë. Hë? Hajde. Okej. Elhama, ta bën kështu. Zamem hapa. Tani si do ta vendosim ne se kush do ta tërheqi? Ti je më e vogël normalisht, po si mendon ti Elhama? Të vjen shoqëstata? Hë? Do ta tërheqish? Mirë, do të bëjmë një gjë kështu. Ti do ta trazosh, kurse do ta tërheqi. Në rregull? E jeni dakord ju? Se mos thoni pastaj që bëm me hile. Ha, trazoje. Hajde Xhaxhi ti tani. Ti tani do fusësh dorën aty edhe do marrësh një letër, edhe do më japësh Xhaxhit. Vetëm një, se një palë fus kemi ne. Futë dorën. Hajde. Bismillah. Opa. Më jep Xhaxhit. Sa le zëri. Është shkim pak i vështirë. Sharka është numri i telefonit që mbaron me 130. E kemi këtu? E kemi? E kemi fituesin. Hë? Urinë njëherë për fitoren. Jub Sharka. Na e konfirmon që është ky numri i telefonit nëse. Po, ai është 30. Ja, ku kemi edhe një fitues. Ja. Ata jetë numri. Se kam këtu, ja. E kam aty te babu. Tani na trego pak, a merresh një çik me vrapë? Po merr. Pse jo? Merr. Sa kilometra po? 10, më shumë, 60, bëj, varet. Si të pas kemi njoftë ty në? Ejubi është pjesëmarrës i rregull maratonës të Tiranës, dhe viti 2 besoj që merr pjesë. Me Ibrahim, po. Po ti qenë kaq i vogël ti sa shampon ty? Atëherë, ti sot je fitues i këtyre atleteve, besoj që numri 43 është shumë i madh për ty, edhe nuk të sugjeroj të japësh babit, se ai babi jot do marrë një karton ai se 10 na erdhi në maraton.
por ti me atë kuponin që ke brenda, dhe shkosh aty te Toptani te Intersporti, edhe mund të marrësh një palë atlete ose diçka tjetër çfarë duash ti brenda asaj vlere. Vlera është goxha e konsiderueshme, kështu që se s'kemi marrë atë kodin. Kemi marrë atë vrapi. Kështu që një dorë trokitje fort për Atëherë në mbyllje të kësaj, unë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, për durimin, edhe për mbështetjen që na keni dhënë, edhe lut Allahun që të shihemi në evente të tjera edhe më të bukura se sa ky. Allah e shpëlbes me të mira. Unë përpara se ta mbyll, një sekond. Nëse dikush ka diçka për të thënë, sepse zakonisht se ne jemi grupi. Selam aleikum.